Mirëmëngjes. Sy jemi në hyrje të 100 metrave të fundit kur I thon drejt finishit. Kemi pasur një moment shumë të bukur, shumë frymëzues, shumë emocional dje në sheshin Skënderbej me shumë fëmijët e rrjetit të ri të ngritur në shkolla të quajtur Arte dhe Zeje, të cilët do të marrin pjesë në ndërtimin e Shtëpisë së Evropës. Shtëpia e Evropës do ndërtohet tek kopshti I Skënderbeut, pra tek ajo hapësira e gjelbër nën monumentin e Skënderbeut, ku do të mikpresim të gjithë udhëheqësit e kontinentit ton demokratik, nga Londra në Ankara, nga Stockholmi dhe Oslo në Athinë, nga Berna e Zvicrës në Baku, në Erevan, në Azerbajxhan, Armeni, pa diskutim nga Kievi dhe Kishinau në Madrid dhe në Lisbon, pra të gjithë, plus sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, presidentin e Këshillit Evropian, kryetaren, presidenten e Komisionit Evropian, patjetër edhe drejtuesit, presidentët e bankave të zhvillimore të Europës, presidenten e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të jenë të tërë në Tiranë në 16 maj. Tirana do të jetë epiqendra e politikës evropiane edhe një herë tjetër, dhe në një moment historik për Europën, kur janë shumë tema të cilat janë ndërthurur në tryezën e vendimarrjes dhe kur Europa duhet I japë përgjigje disa pyetjeve me shumë rëndësi lidhur me sigurinë, lidhur me rritjen ekonomike, lidhur me luftën kundër rritjes babarazisë dhe lidhur me mjetet për zbutjen e kostove gjithmonë më në rritje të jetesës. Dhe të gjitha këto do të diskutohen në Shqipëri, ku do të vi në takimin e tij të parë të një formati multilateral edhe kancelari I ri I Gjermanisë. Dhe Shqipëria atë ditë do të jetë në vëmendjen e të gjithë botës. Në ndërkohë që pa diskutim, në njëra anë, ky do të jetë një promovim fantastik tjetër I Shqipërisë si destinacion, do të jetë një tjetër moment I rritjes kuotave të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, I forcimit të imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, I fuqizimit më të ishëm të dinjitetit të flamurit tonë kombëtar, por patjetër do jetë edhe një moment promovimi I jashtëzakonshëm I Shqipërisë turistike, sepse atë ditë Shqipëria do të jetë përsëri në ekranet e gjithë botës, pasi më parë, një javë më parë, në 8, 9 dhe 10 apo 9, 10 dhe 11 maj, Shqipëria do të jetë në ekranet, në 200 e kusur ekrane, në mbar botën për xhiron e famshme të Italisë. Pra, edhe në aspektin e Shqipërisë turistike,
jemi shumë krenar që kemi këtë mundësi të dyfisht, promovimit dyfisht i Shqipërisë me sport dhe me politikë. Por, që është më rëndësishme, është që të kuptojmë të gjithë që kjo Shqipëri duhet hynë bre. Që kjo Shqipëri për të materializuar shumë çka që mbetet për të materializuar që të mbyllim përfundimisht hendekun e krijuar në shekuj me Europën, duhet të jetë antare e Bashkimit Evropian. Kjo është e sigurt. Dhe jam shumë optimist, shoh që në këto 100 metrat fundit drejt finishit, apo nëse e quajmë një ditë 1 metër, në 27 metrat fundit drejt finishit, në këtë sprint final, po rritet adrenalina edhe po rritet edhe energjia e përgjithshme politike, duke filluar natyrisht nga rrafët e gravitetit politik të Partisë Socialiste, që janë tani më flak, dhe duke ushtrirë në të gjithë territorin dhe përtej kufive të Shqipërisë. Kështu që besoj se i kemi të gjitha arsyet për të qenë optimist. Ndërkohë që këtu kemi sigurisht edhe koleksionin e komenteve dhe basë dhe pyetje, po përgjithsisht janë komente të atyre që nuk duan të jenë optimist. Ka dhe nga këta plot sa të duash, megjithse janë një pakic dhe do të mbeten pakic në 11 maj. Duhet të marrësh leje një herë për ta postuar foton do apo nuk duan kjo familje, zë dituria, thot Shqipëria ime. Kjo lidhet, kam i shënim këtu që kjo pyetje lidhet, kjo koment lidhet me foton që unë postova të një familje nga emigracioni që ma dërgoi a një numër i panjohur, duke më treguar zarfin e KQZ-s që ishte mbritur në shtëpinë e tyre. Dhe natyrisht që unë i mora leje për ta postuar, patjetër, se nuk mund të postoj një foto të ardhur në telefonin tim, pavarësisht se në momentin kur ajo vjen, ata që e dërgojnë, e kanë dërguar që unë të administroj, dhe me shumë kënaqësi dërguesi djali që është në bashkëshorti, që është në atë foto, më tha, mund bëni çfarë doni, mund ta përdorni si doni. Kuptove Shqipëria ime? Pra, unë zë dituria nuk jam, por disa gjëra besoj që edhe unë i di. Edhe do besosh edhe ti që edhe unë i di. Ndërkohë që ajo që ka rëndësi për këtë koment është fakti që tani më jemi në fazën e jetësimit të një zotimit hershëm që unë kam marrë përpara jush për të mundësuar votën e emigrantëve, votën e shqiptarëve të Europës dhe të marrë botës që duhet marrin pjesë në procesin zgjedhor. Dhe jetësimi po ndodh tani më zarfat e KQZ-s po shpërndahen. Gjithandej, me sa e kam parë, procedura është e thjesht, është standarde, sigurisht duhet parë me vëmendje udhëzimi i KQZ-s, sepse është mirë të kuptohen disa gjëra shumë të thjeshta. Keni parasysh që vendoset një shënim kryq viz rreth, po brenda kuadratit ku shkruhet numri 5. Dhe vetëm aty, në çdo kuti tjetër, vota juaj
është juridikisht e vlefshme, por politikisht e pavlefshme, sepse është e hedhur në kotsinë e përgjithshme jashtë territorit të shumicës, që në ditën e sotme, në këtë moment historik, duhet të jetë një shumicë përtej shumicës Partisë Socialiste për të realizuar me sukses negociatat në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për të gjithë ju, përtej fanelës së partive. Dhe pastaj, sipas dëshirës, edhe një preferencë të vetme në gjithë listën e emrave sipas qarqeve. Pra ne kemi ndërtuar një sistem ku secili voton në qarkun e vet, pavarësisht se jeton jashtë. Dhe aty shënon që jemi në kushtet e çka kam Instagrami po bërtet nga mungesa e vëmendjes, ndihet i pa përfillur në të njëjtën njësi kohë dhe vëmendje si Facebooku dhe ka shumë të drejtë, por nuk du t'i shqetësoj shumë miqtë e Instagramit se janë i qik më kështu kuller ata e kanë i qik më ndryshe kodin e komunikimit. Megjithëse të sharat janë më të hidhët, më të shpejt, më të shkurt, i bin shumë më shkurt kur shajnë. Kështu s'ka dhe çaj komenton. Pra, me shumë kujdes udhëzimin e KQZ-s. Në ndërkohë që dikush tjetër komenton se çfarë vendi jemi ne, që akoma me post të huaj me DL, ku është posta shqiptare. Tani që t'jemi shumë të qartë, këtë sistem e përdor çdo vend. Edhe vendet më të zhvilluara përdorin këto posta të shpejta, që janë posta globale. Dakor? Pra mos i ngjisni Shqipërisë çdo gjë sa herë që i jepet mundësia. Disave flasin sikur s'kan parë botë me sy, ndërkohë që shkruajnë përgjithsisht nga jashtë dhe e dinë shumë mirë si funksionon bota. Shikojnë rrugën Shëgjin Velipoj, që është tani më e përfunduar, një aset i shtuar në pasurinë tonë kombëtare dhe një vlerë shtuar në Shqipërisë turistike, e thonë rrugë e ngushtë pas siguri. Dhe është rrugë turistike, është rrugë panoramike, është rrugë mali. Tani unë nuk kuptoj çfarë i kërkoni Shqipërisë. Çfarë i kërkoni Shqipërisë? Nuk e kuptoj. Kur të gjitha rrugët turistike, panoramike, të mala në Zvicër, në Austri dhe ku të qoftë, janë me të njëjta standarde eksaktësisht. Dhe ky është standardi evropian për atë lloj rruge. Ka autostrada të kategorisë A, siç po bëjmë korridorin blu dhe korridorin e 8, ka rrugë të kategorive B, C e kështu me radhë, dhe nuk kuptoj për çfarë kërkohet. Nuk e di. Ndërkohë që e theksoj, të gjitha rrugët që ne bëjmë, ku ka financim të huaj, që do të thotë mbështetje me financë, me kredit bucë, apo dhe me grant, nga institucionet financiare europiane, Banka Zhvillimore të Europës, nuk të lën ata t'i bësh jashtë standardeve europiane. Am kupton? Edhe me dash t'i bësh jashtë standardeve europiane, nuk të lën ata. E kuptoni këtë gjë? Pra janë plotësisht me standarde europiane rrugët që ne ndërtojmë. Pik. O Tonin, më thot mua kjo Tonin, po në emigrantat jemi në Europë, harrove që e kesh popullu Shqipërinë qysh erdhën në pushtet. Po pra, në fakt, kjo idiotësi është si puna
si puna e asaj shprehjes shpife se diçka do mbetet, edhe ju ka mbetur në gojë tani të gjithë atyre që ua ka stampuar bufi knedës me të gjithë kukumjaçkat edhe kuat e kënetës që unë shpopullova Shqipërinë. Dhe flasin sikur lëvizja e shqiptarëve dhe largimi i tyre drejt Europës apo vende të tjera filloi kur erdha unë në qeveri. Ndërkohë që po të shikosh të gjithë trajektoren e lëvizjes së shqiptarëve, është shumë e qartë se si ka ndodhur, kur ka ndodhur, si është zhvilluar, çfarë dinamikash ka pasur, kur ka pasur ngritje, kur ka pasur atë mesataren e vet të palëvizshme. Tani nuk e kuptoj fare 97-ën, 98-ën, 2011-ën, unë isha në detyrë kur ka pas ikje shumë më masive, çfarë janë këto muhabete? E para, e dyta, ju emigrantat ti Zamir jeni në Europë, me që thua kështu, por jo të gjithë shqiptarët e Europës kanë mundësinë e qytetarisë europiane, pra pasaportën e vendit ku janë. Ka një pjesë që janë fatmirësisht edhe qofshin gjithmonë të bekuar, të respektuar, sepse falë punës dhe mundit tyre të jashtëzakonshëm janë qytetarë me pasaportën e të vendit BE-s ku jetojnë, po një pjesë e madhe nuk e kanë. Nuk e kanë. Dhe do ta marrin përmes Shqipërisë. Se duhet kuptuar kjo gjë, Zamir, duhet kuptuar kjo gjë. Nuk bëhet fjalë për një dokument tjetër udhëtimi. Pra, pasaporta shqiptare që ne kemi është një dokument udhëtimi. Ndërsa pasaporta për cilën flas unë e Shqipërisë, antare e Bashkimit Evropian, pasaporta në kopertinën e cilës shkruhet Bashkimi Evropian, Shqipëria, European Union Albania, nuk është një dokument udhëtimi, është një status i ri qytetarie europiane për çdo shqiptar. Është dokumenti që provon barazin e plot në liri dhe në të drejta të çdo shqiptari si çdo qytetar tjetër europian. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që me pasaportën që ne kemi aktualisht, ne udhtojmë, është e vërtetë, lëvizim, por nuk ndalojmë dot. Nuk qëndrojmë dot. Hym, po duhet dalim. Apo jo. Dhe për këtë arsye kur shkojmë në për pikat hyrëse të Europës, na vënë në një radhë tjetër, na numërojnë si delet dhe na marrin pyetje. Një e nga një. Ku po shkon? Sa lekë kemi vete? Kusht ka ftuar? A ke rezervim hoteli? Ku do rish? Pse po shkon? Sa do rish? Edhe pastaj vjen e pyetja më e bukur. Kur do ikësh? Ti nuk e hyr akoma atje. Dhe mbasi ka përxen atë prag, ti duhet kthesh. Nuk ndalon dot. Nuk punon dot. Sepse nuk e leje qëndrimi, nuk e leje pune. Dhe po deshet ndalosh, kërkon azil. Dhe prandaj numërohen shqiptarët si azilant. Ndërkohë që çekët, polakët, hungarezët, rumunët, bullgarët, grekët, italianët lëvizin masivisht, shkojnë e vinë, rrinë ju Italisë në mënyrë të është si Shqipëria, në mënyrë të vazhdueshme, ikin, nuk i thot njëri, por e çfarë janë këta, ku po shkojnë, shpopullimi tërci-vërci. Sepse janë qytetarë të barabartë brenda gjithë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe
mund të shkojnë, mund të vinë, mund të lëvizin, pra me hyrjen në Bashkimin Evropian. Një vend bëhet i madh sa Bashkimi Evropian. Dhe siç lëvizim sot nga Shkodra në Vlorë, pas një egzagerim. Lëvizim nesër nga Tirana në Lisbonë. S'na ndalon njeri, s'na pyet njeri, mund të shkojmë të trokasim në çdo pikë për të kërkuar punë, kemi të njëjtat drejta, ku shkojmë për studime, nuk jemi më student huaj, jemi student evropian, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Kuptove zë mirë se u zgjata pak. Ngeli harta vetëm në jug, turp të ndani Shqipërinë në dysh. Elez Lala. Ky komenton lidhur me infrastrukturën. Elez, një ndër veprat më të mëdha, më e vështira rezultoi. Por dhe një nga më të konsiderueshme nga kampanja financiare është rruga e Arbërit. Kjo shkon në jug apo shkon në veri? Si është sipas teje? Është në jug dhe mund nëse marrim edhe Kosovën dhe konsiderojmë Kosovën veri. Po nëse i rrim Shqipërisë brenda hartës zyrtare sot, është në veri, edhe në fakt është në zemër të veriut, se është këtu. Nëse kjo është harta, është këtu, libra. Rruga e Thethit është në jug, apo është në veri Elez? Si e mendon ti? Unë them është në veri. Rruga që shkon në Vermosh, deri lart, që përshkon gjithë Malësinë e Madhe, është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Rruga e Lurës, sipas teje, është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Patjetër që në veri është dhe rruga e Kombit, e cila u la rrugëve si të gjitha rrugët e tjera, natyrisht në një stad më të avancuar, patjetër, nuk e mohoj këtë, por tek e cila edhe sot vazhdon puna. Rruga Shëngjin-Velipoj është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Dhe të gjitha këto rrugë janë rrugë të ndërtuara nga kjo qeveri. Që të gjitha. Dhe me përfundimin e rrugës Lurës preket dhe një destinacion tjetër fantastik, që është në rrugë e sipër, rrugë e Lurës. Dhe nëse ke parë planin aty, ka dhe të tjera projekte në veri, por infrastrukturën e veriut. Hekurudha, Durrës, Shkodër, Gjakov, Prishtinë, shkon për në jug, apo shkon për në veri? Po rruga Thuman, Milot, Baldren, Muriqan, shkon në jug, apo shkon në veri? Autostradë kategorisë A. Unë them shkon në veri, pjesë e korridorit blu Elez. Do akoma se ka shumë segmente tjera që janë investuar në veriun e Shqipërisë, që ishte cop-cop, më cop se sa jugu, edhe ai në kohën kur me demek shkonin, qeverisnin ata që e donin shumë veriun, edhe që e përfaqësonin veriun. Edhe vetë Tropoja ishte një grop e zezë. Sot është një destinacion turistik. Ke shkuar në Tropojë? Shko në Tropojë. Nëse s'ke kaluar andej, shikoje rrugën e Valbonës. Po të informoj që e ka bërë kjo qeveri.
është një mrekulli e vërtet ajo zonë. Rruga e Komanit është në jug apo është në veri? Që shpalos një tjetër pjesë të jashtëzakonshme ma gjepës se të Shqipë. Po rruga e Dukaqinit e lesë është në jug apo është në veri? Do të vazhdoj akoma? Mund të mbaj këtu edhe një orë tjetër. Të siguroj, me segmente më të vogla, por do me thënë se të gjitha në veriun e Shqipërisë. Kështu që këto dëngla me veri e me jug mos mi tregoni mua i dashur, sepse unë edhe në gjatë jam edhe nga veriu dhe nga jug. Se kam pas bekimin të kem një gjyshe shkodrane, po shkodrane, edhe të kem një gjysh me prejardhje nga Berati, po lindur e rritur Den Babaden në Durrës, dhe gjyshet e tjerë nga Bregu, por ardhur nga Mirdita, do akoma. Kështu që e les shiko gjej në një argument tjetër, të lutem, se nga fotografia dukesh dhe goxha burr edhe sigur nuk të shkon të humbasësh kohën dhe fytyrën me kukumjaçkat e Kënetës. Si rregull, të gjitha këto që premtoni para fushatës, ti dhe ai tjetri, në këtë pikë vjen keq, po merr të keqen, duhet bëhen, por pas fushatës, këto fonde vidhen. Imagjinoni sa miliarda janë vjedhur tash 30 vjet, thjesht mendoje pak sa premtime keni, veç gjoba parkimi, tash 13 vjet, do ishte jo Tirana, por gjithë Shqipëria lule, po, me aritmetikën 77-42. Akoma vendos një gjoba 30 duhet tjetë 300, por me 300 s'keni si të vjedhni se s'parkon më njeri. Luan, a e kupton se sa jo serioze është kjo? Për ty, jo për mua. Kupton se sa jo serioz është i gjithë ky muhabet? Qa do me thënë kjo? Qa do me thënë kjo që veç me gjobat e Tiranës të parkimit do ishte bërë Shqipëria lule. I ke brënë e lapsit, i ke parë sa janë. Nuk e di, s'di qatë. Por që t'jemi shumë të qartë bashkë për një gjë se kjo ka rëndësi. Ne jemi qeveria. Jemi shumica që qeverisë që do vazhdoj të qeverisë. Dhe ne nuk bëjmë premtime elektorale. S'kemi bërë as në 2021, as në 2017 në aspektin e punëve. Sepse në aspektin e punëve ne ndajmë informacion me publikun. Pra, çfarë do bëjmë është pjesë e planeve tona, nuk është pjesë e ëndrave tona. Ëndra jonë është një, Shqipëria në Bashkimin Evropian. Të gjitha të tjerat janë plane. Dhe janë plane qeverisëse. Dakord? Kështu që nuk janë premtime në sensin që hajtë ta marrim mirë votën, pastaj shohim e bëjmë. Qysh veshet si adoleshent, po mundohet mi manipuluet të rritë marrët qoftë Avdul Hajrullaj. Avdul, nga emri që më duket se është real, them se je nga shqiptarët e Maqedonisë Veriut dhe qofsh me shëndet, dhe qofshin gjithë mirë me shëndet, por tani edhe ke veshja do më futesh, Avdul, po qa po duhet ty si vishëm unë para punës? E dyta e punës, besoj që kjo puna e veshjes time është shumë e vjetër, kjo nuk është sot. Nuk u rrita e u bëra 60 me kostume, tani pa pritur, po dalë me bijama rrugë, që të manipuloj të rritë, si thuti. Kam përshtypjen që
je komplet gabim, edhe kam përshtypjen që duhet të riqesh i qik, të bësh qik mrapa, jo shumë afër kënetës këtu. Jo shumë afër kënetës këtu, se kjo këneta këtu ka aftësinë që të thik nga Maqedonia e Veriut ku je ti të merr të thith e të bën që sharak atje. E kupton? Fjalë vërtet, Abdul. Dimitri Likolari. Usht populli budalla besojnë mashtrimet e Ramës Hajdutit, mit të haubëj do vuani së të jini gjallë me këta. Shiko, në momentin kur ke thënë është populli budalla, i ke thënë gjitha lidhur me veten, jo me popullin. Kështu që çfarë të them mund të si të ta shpjegoj se kush është budalla në këtë mes. Asnjë rrugë në Shqipëri nuk është bërë me të gjitha parametrat. Sa e mirë, Hamza. Çdo rrugë në Shqipëri, sa e mirë, që ne kemi ndërtuar, siç e thashë më parë, është ndërtuar me të gjithë parametrat. Pse? Edhe për një arsye plus, përveç se jemi ne shumë të përkushtuar ndaj këtij fakti, por edhe për një arsye plus, sepse pjesë e madhe e rrugëve kombëtare, e rrugëve kryesore, kanë në financim përfshirjen e institucioneve financiare europiane. Banka Europiane për Investim dhe Zhvillim, Banka Europiane Investimeve, plus në një rast Banka Botërore, etj. Dhe nuk të lënë, nuk të japin lekët nëse ti nuk respekton standardet. Kuptove? Rrej sa ma shumë, aq ma shumë do rish në pushtet fallxori më i madh i planetit Ariz Arabaj. Po për shembull, po çfarë po të rrejun ty Ariz, kot për ta ditë, për kuriozitet e di që nuk je këtu dhe nuk më flet dot, po për çfarë për shembull, po të rrejun ty sa ma shumë. Për çfarë? Po syt që lavdi Zotit i ke si shqiponja, pse nuk i hap një herë fort edhe të shofësh rreth e rrotull, e të më thush ku të duket ty Shqipëria njësoj si qishte, kur unë mora detyrën, ku, më trego një gjë që më thuj këtu Shqipëria është njësoj si qishte. Se më keq nuk ta pranoj fare, dhe patjetër të argumentoj pse, po më thuj këtu është njësoj si qishte. Se po të ishte Shqipëria njësoj si qishte, nuk ishim sot para derës hapur Bashkimit Evropian, am kupton. Se mirë dakord ja, unë jam fallxori më i madh i planetit, edhe po të bëj ty magji. Por është gjithë ajo strukturë, janë 1000 veta. E kupton çdo më thënë, 1000 veta lodhesh ti numërosh në Bruksel, në të gjitha drejtoritë sipas të gjitha fushave, që merren me negociatat, 1000 nga ana jon, 1000 nga ana e tyre. A e kupton apo se kupton? Dhe ata nuk shohin atletet e mia. Ata nuk dëgjojnë muhabetet e mia. Ata shohin faktet. Ata i referojnë shifrave. Ata kanë instrumenta shkencore, metoda shkencore të matjes progresit. Nuk merren me portale. Am kuptove? Dhe prandaj thonë Shqipëria sot është pararoja e Ballkanit, që ishim vrima e fundit e kavallit. Ishim më keq se Bosnia. A në kupton, apo s'm kupton? Zoti madh. Mos folni me hajnin kryesor, ku gati komplet qeverin e ka në burg. Fadil Gashi. Edhe Fadili, nga jashtë kufive, edhe nuk është votues patjetër në Shqipëri, s'ka as drejt votë në Shqipëri, por si vlla shqiptar, është i mirëseardhur të shaj edhe
me shumë respekt, pa sharje, i them Fadil, qeveria ime është e gjitha në detyrë. Dakor? Në procese me drejtësinë kanë qenë dhe janë ish ministra dhe nuk janë asa qereku i qeverisë që unë kam sot, në numër, pa harruar që unë kam pasur mbi 60 ministra. Tani që do me thënë kjo? Në ndërkohë që u po të them tjetrën ty, që nëse sot ka ish ministra, kryetar bashkie, personalitete ose figura, po themi, zyrtare, tjerë, në problemet hapura me drejtësinë. Si erdhi kjo ditë, Fadil? E ke bërë pyetjen vetes apo jo? Si erdhi kjo ditë? E solli Zoti këtë ditë? Vetë? Pa ndihmën tonë? E solli Amerika me aeroplan këtë ditë? Apo e solli BE-ja me anije? Se Amerika dhe BE-ja aty kanë qenë në 91. Dhe ti jo vetëm që nuk e parë kur një jetën tënde, një ministër apo një kryetar bashkie, do me thënë nuk e parë kur një individ të fortë të lidhur me pushtetin, apo qoftë dhe kriminela të botës krimit nga ata me damk që të jenë nën goditjen e shpatës drejtësisë. Po ti ke parë gjëra krejt të kundërta me këtë. Ti ke parë për shembull qeveri, kryeministra që vrasin njerëz. Këtu, poshtë dritarëve, janë vrarë njerëz të pafajshëm, qytetarë që erdhën të protestojnë këtu, poshtë dritarëve. Dhe dritarët e kësaj godine, që është kryeministria, u bën frëngji nga ku dolën pushkët e shtetit. Ti ke parë qeveri që hedhin në erë zona të banuara dhe vrasin njerëz dhe plagosin njerëz dhe shkatrojnë prona. Ke parë nëse. Jo në film, jo. Në realitet këtu, në Tiranë, apo si ke pas menin. Dhe nuk u ka hyrë gjëm në këmbë. Dhe jo nuk u ka hyrë gjëm në këmbë, se nuk po të shkoj më tutje, që ke pasur ti këtu, dhe do të kesh parë këtu në Tiranë, president, që kanë hedhur Shqipërinë në nerë, kanë provokuar vrasjen e 4.000 njerëzve, duke nxitur popullin që të shkojë të fusi lekët nëpër piramida, por nuk po të çojë deri atje. Nuk po të çojë as kur vinin me armë, edhe me ato murtajat që mbahen në krah, këtu para kryeministrisë, për të marrë pushtetin. Ca honxho bonxho, që sot du të bëjnë Shqipërinë madhështore. Dhe asnjëherë nuk e para ma një prokuror që ti thrasi këta, e ti thoture, ku o vadis domine, deri për para pak vitesh. Altin Dumanin, kur e ke dëgjuar ti, Fadil, se me siguri e ke dëgjuar. E ke dëgjuar para 10 vjetësh, para 15 vjetësh, apo para 20 vjetësh. E diti që Altin Dumani ka qenë prokuror në detyrë në ato vite që unë po flas, po ti nuk ja ke dëgjuar emrin. Prokuror i Zoti, i përkushtuar, i ndershëm, patjetër, i ndershëm, i vendosur. Po, s'ka thirrë në herë një që ti thot, hajde këtu ti. Si i vrave ti 4 veta? Sepse nuk e kishte shpallën. Qatë triste, këtë triste.
Madje, shefja e madhe e Altin Dumanit, ishte prokurore përgjithshme, vetëm se çoi një cop letër për ca drejtues policie dhe i tha, hajdeni t'ju pyes ç'a ndodhi, u gjend në pozitën që të shofi kryeministrin në televizor, që i thot popullit që ajo është një lavire. Më përfituron dot ti mua, Fadil, që të dal edhe të them kush vjen të protestoj tu poshtë penxheres do ta vras. Dhe më përfituron dot që ta vras vërtet. Dhe më përfituron dot ti sot që të dali të çoj letra Altin Dumani për të thirrur, për kërkuar llogari për këtë punë, dhe unë dal në televizor e t'i them popullit që ai është një lavire, i parafituron dot këto ti. Në asnjë mënyrë, janë të paimagjinueshme. Po e di pse janë të paimagjinueshme? Sepse ky që shef ti këtu, bashkë me atë partinë socialiste që sipas teje s'duhet me i fol, e kanë sjell ditën për shqiptarët, që shqiptarët se kanë pa që nga 1912. Sepse ne kemi dorëzuar tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që i takon drejtësisë. E ka ajo zonja drejtësisë, e ke parë atë statujën e zonjës drejtësisë, e ka nxjerrur her pas here. Ka një shpatë ajo në dorë, ka dhe një peshore, ka dhe sytë mbyllur që mos shofi kush je, hiç. Po vetëm të gjykoj çka ke bërë. Po ajo shpata ishte këtu ke zyra ime. Ishte trashëguar që nga 1912. Njëri pas tjetrit. Mbretëria, diktatura, demokratura, dhe përdore ajo shpata sipas nevojave, orekseve të kësaj zyre këtu. Prandaj Shqipëria, burgosurin e fundit politike ka në demokraci. Fatos Nanon, e njeh Fatos Nanon, ke dëgjuar në një? U fut në burg me urdhër nga i pari. Sot këto janë të paimagjinueshme. Po pse janë të paimagjinueshme? Sepse ajo që kam bërë unë me Partinë Socialiste është e paimagjinueshme. Hidhu përpjet ti, bashkë me të gjithë kukumjaçkat dhe insektet e kënetës, nën ritmin e bufit, po e vërtet është kjo. E vërtet është vetëm kjo. Dhe nëse sot ka një SPAK, dhe nëse sot ka një Altin Dumani, që meriton respekt dhe solidaritet për të gjithë ato sulme barbare që i kanë bërë atij dhe familjes, kjo ndodh sepse sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti politik, për asnjë arsye tjetër. Dhe drejtësinë e pavarur nga pushteti politik e solli në këtë vend Partia Socialiste e Shqipërisë, me mua në krye. Doti, s'doti. Dhe nëse ne e hodhëm të hap, ose më saktë hym deri në këmbë, ti mendon që nuk e dinim që një drejtësi e pavarur do të godiste edhe brenda nesh? Po ti i ke dëgjuar ato që kam thënë unë kur kërkoja reformën drejtësi dhe kur këtu më ishin ngujuar tek çadra, Luli e kompania dhe vinte bufi her pas here që përkthelte Lulin këtu, edhe ja jepte klithmave kundër penxhereve lart. Më ke dëgjuar kur kam thënë duam një drejtësi që të mos shofi majtas djathtas, po të shohë vetëm drejtet godasin majtas dhe djathtas, po majtas kush ishte?
Sta më du mua, Fadil, je goxha burr. Shpresoj që të kem ndihmuar që si burr mos jesh qesharak. Duhet marrosh ato që ke lënë për marru, pastaj bëj plane tjera 3D. Eridioni. Eridion, unë të jam përgjigj një herë ty. Dhe nuk kam çashtoj, po ditë them këtë, që çfarë ke parë dhe çfarë kanë parë 3D, janë bërë realitet dhe janë duke bërë realitet. Këtë ditë them. Mire ke bablok, u adi shihet dhe miden, ky popull me cirk, me tallavaj, me bufin në përkëmbë kënaqet, po se çfarë ju ke dhënë tash 12 vite, çfarë mbetet në fund muajit për bën problem. Mjafton ti e glendisësh me bufin, pa i zotin, o dritan. Po të duket njësoj ty Shqipëria sot me atë që ishte para 12 vitesh? Po çfarë duket njësoj për shembull për çfarë të duket njësoj? Do më thuash ujë? Për shumë, do më thuash ujë, të duket njësoj. Po që kishte vetëm 4 zona urbane që furnizoheshin me ujë 24 orë dhe sot ka 43 zona urbane dhe 98 zona rurale, të duket njësoj? Që të duket tjetër njësoj? Të duket energjia njësoj? Që ishte hap e generator, Tirana, se nuk po të llogarisë Shkodrën e Vlorën, që zhyteshin në errësirë totale në mes të dimrit dhe ishte gjëja më normale në botë. Dhe gatuanin me furnela me vajguri, darkën. Do çfarë? Ku do të cekim? Ku? Do të prekim dhe rrogat me që thua në fund muajit për bën problem. Do t'i prekim pagat. Që ishte 370 euro paga mesatare në sektorin publik dhe sot është 1000 euro. Apo që ishte 320 euro paga e përgjithshme mesatare, sot është 830 euro. Çfarë do të bëjmë? Po them që nuk ka akoma shumë për të bërë, dhe prandaj jam këtu dhe prandaj po them që duhet mandati 4 me se s'bën për të vazhduar punën. Po çfarë po më thua ky popull? Çfarë të ka bërë ty ky popull? Si e gjykon ti këtë popull? Ky popull të jep ujin mbi shlugës ty, mua dhe kujt të thuash ti, më të bukurit. Dakord? Kush e në vlerëson këtë popull nuk kupton asgjë. Dhe sa për Tallavani është se kjo puna Tallavas u bëj çik si shumë qesharake. Për çfarë Tallavaj e fjalë? Ti për shkak. Për çfarë? Cila ishte Tallavaja aty tek takimi i madh që ne bëm Shesë Skënderbej, këngët më të bukura shqiptare. Në fakt unë nuk jam aq modern sa ti, Dritan, dhe sa Albana Vokshi për shembull. Nuk jam. Juve jeni shumë modern. Juve jeni shumë modern, dukeni që në portret që jeni për revistën Vogue. Nuk jam unë. Unë ja këto kam. Këngët popullore më të bukura, këngët qytetare më të bukura shqiptare. Ndonjë këngë italiane, ndonjë këngë tani më të ndalë nga moda të kohërave të arta, këto kam. Nuk vjen keq. Por populli do të tregoj ty në 11 maj se sa gabim je. Ja, urdhë, Jashar Berisha. Ti fakt që nga pseudonimi që ka zgjedh, i papërshtatshëm për të hyrë në bisedë. Popull dele që duron hajnin për 12 vjet. Urdhë çfarë bisede. Edhe Jashar Ujku. Popull delja, Jashar Ujku. Ne kryeministër që s'ka program, po merret me bufa, çfarë pret ky popull nga kjo qeveri?
me 12 vjet janë tallur duke I vjedhur, duke I parzan shqiptarët nga vende lindja. Dhe emri është Table Exposy Rezin. Një kryeministër që s'ka program. Do me thënë Shqipëria s'ka program. Se ne jemi qeveria e Shqipërisë. Dhe Bashkimi Evropian po negocion me një vend pa program. Do me thënë, Bashkimi Evropian nuk di fare se çfarë do bëjmë ne në çdo sektor, se ne s'kemi program. Dhe po na thot hajde një bëhe. Ora jeni në vete, si jeni. Ora jo program, po program të detajuar në çdo sektor. Si flisni kështu. Si flisni kështu. Merret me bufa, thot. Unë s'merr me bufa, merr me ty. Edhe merr me disa si ju këtu që bëni këto komente sepse absolutisht respektoj të drejtën tuaj për t'ja fut kot. Dhe jam këtu duke humbur kohë me ju se nuk është kohë e humbur në fundit se kjo është detyra ime. Po çdo me thënë kjo, si mund t'jetë, si mund t'flitet, si mund flasi kështu, robi, 40 vjeç. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj dhe sa vite duan që të normalizohet të folur, 40 hikën. Ja tjetri, Enver Axhamiu, nuk ju vjen turp, po për çfarë do na vi turp? Qeverisje pa ide, pa program, mirë populli me çfarë kemi të bëjmë. Në vend që të merreni me nevojat e popullit, merreni me budallallëqe. A e kupton? Enver, e shoh që një pjesë e juaj preken shumë me 30 sekonda, 1 minutë, 2 minuta maksimumi. Në ditë që shikoni bufin e Kënedës, po atë bufin dhe shikoni çdo ditë. Prekuni nuk kam çfarë t'ju bëj, po çdo ditë kemi ta parë. Sepse e keni në krye, edhe nuk doni ta pranoni që është një buf Kënede. Nuk doni ta pranoni që ajo që shikoni ju është maska, një buf I Kënede. Nuk doni ta pranoni që jeni në Këned. Edhe, prandaj reagoni kështu. Prandaj nuk bëni kritika, se mund të ketë 1000 gjëra për të kritikuar patjetër. Nuk jeni fare detyruar larg qoftë ju të bën pëlqeni mua ose të pëlqeni Partinë Socialiste. Fare. Por me të biesh në këtë nivel e të flasësh të tilla është shumë rëndë situatë. Shumë rëndë. Është efekti I bufit mbi ju. Voton numri 1 të iki ky psiqik, Juventus Juve. Po dhe ti mor brut. Po dhe ti mor Bianconero. Bianconero me Kënedën, po na turprove fare. Pa jenë vetë apo jo? Bianconero me Kënedën. Nuk e di domethënë. Po dhe ti? Me Kënedën, Juventin? Po si mund t'jetë Juventin me Kënedën? Sa si ishte mundur që po kërkoni një mandat, Krist Muradi, me Kristin kemi komunikim. Kristi është figurë, bën dasma dhe bën evente në Elbasan. I shkon jeta fjollë dhe ankohet, se do më të mirë, ka të drejtë. Krist, po më thuj ti, I bëhet do të këto që bën sot, kur kishe bufin në krye, dhe kur Shqipëria ishte nën sipërfaqen e Kënedës. Se besoj, nuk e besoj. Po kërkoni mandat 4
Thot Kristi, kur një nga premtimet më etike si legalizimi nuk është realizuar për më shumë se një dekadë. Po jo më Krist, se nuk është kështu. E di sa legalizimi janë bërë në një dekadë? Për kuriozitet, 270.000, më shumë se qerek milion, shtëpi prona janë legalizuar. Mbeten dhe 60.000 tjera, pa tjetër. Po e kupton se për çfarë volumi bëhet fjala, apo se merr vesh. 270.000. Kështu që prandaj duhet mandati 4, eksaktësisht prandaj, se kush do t'i bëjë legalizimin? Këneta që mbasi i promovoi ndërtimin e palejës si mrekullinë e 8 botës, se kështu tha Bufi, e diti që si ka thënë Bufi kur shkoi një herë në Bathor apo jo? Ju keni bërë tha mrekullinë e 8 botës, keni ndërtuar të parin qytet paleje në historinë e njerëzimit. A e kupton ti tash se çfarë bëhet fjala apo? Po shko pyeti pak në Bathor dhe në Kamës tashti. Pyeti pak. Ç'a mendojnë ata? Kanë dalë në dritë. Në kuptimin më konkret fjalës, ka dalë në dritë, ka dalë Kamza në dritë, ka dalë Bathorja në dritë. Kanë shkollat më të mira në Shqipëri, kanë kopshtet qerdhet më të mira në Shqipëri, kanë rrugët, kanë kanalizimet, nuk i mbajnë më fëmijët në krah prindrit për t'i çuar në shkollë. Se nuk ecnin dot fëmijët dhe kupton se mund të humshin në përgropa. O, Krist, figurë, Krist, pesën, nuk mos e thuaj, ti vazhdo. Ja, kjo jote jam pëlqen, është oponent, opozit, gjitha. Por pesën, Krist, pesën duhet të fusim Shqipërinë në BE, që të bësh dhe dasma ndërkombëtare aty. Jo vetëm Elbasanllit, edhe Tiranësit. Të vinë të martohen ndërkombëtarët këtu, europianët, se bëhet Europë, pjesë e Europës. Shikoj disa miq opozitarë këtu që duan të bëjnë shaka, por dhe të krijojnë opinion. Pyetja ironike e tyre është pse Rama nuk do mund të marrë 71 mandate. Unë do të thoja pse Rama do marrë më shumë se 71 mandate. Rama do ketë më shumë se 71 mandate, sepse sot përballet ka një opozitë të përçarë, të paqartë, të udhëhequr nga një politikan i sankcionuar. Ja hoqën në ngratën këtij. Keni në informacion ju Bufit? Ja hoqën këtij në ngratën, si shkoi puna e tij. Nuk është se ndryshon në gjë, se Bufi mbetet, po sikur nuk e kanë hequr duket. Shiko, ne kujim përparim. Ne do marrim më shumë mandate se ç'kemi. Këtë do të them. Se sa do marrim, do ta them me shkrim në Kuç, atje të vendi ku i lëu në shkrim, që pastaj i vën ata në kornizë. Po, më duhet dhe pak kohë, që të kuptojmë tamam se ku jemi. Po afër jam tani. Sepse ne bëjmë anketime shkencore gjatë gjithë kohës. Dhe ndërkohë ju keni parë sondazh. Që mos harroj se po shkojmë drejt mbylljes. Sondazhisti Donald Trumpit pash që është kontaktuar dhe kontraktuar nga Top Channel. E ka sjell Latifi? Kush e ka sjell? Nuk e di, nuk ka pikë rëndësie, po di që duke qenë se kam qenë ndjekës shumë i vëmendshëm i fushatës amerikane, ai është një super sondazhist, sepse dilte edhe i binte ndesh sondazheve në përgjithësi që jepnin Kamalën përpara ose që jepnin Trumpin mbrapa, ngushtësisht, etj. Dhe i doli fjalë. Kështu që deri tani nuk kam parë një sondazh nga ato që dalin, që kanë një vërtetësi, jo se janë të vërtetë, gjitha të vërteta janë ato se ata i bëjnë vërtetësisht se janë me emër, po që duke qenë se ne ndjekim, e anketojmë popullin shqiptar çdo muaj
prej 12 vjetësh, i kemi të gjitha kapic, trendet, gjërat, unë kemi shumë të dhëna ne për të parë luhat e lëvizjet, kështu që mbi bazën atyre do të ta them eksakt përparim, domethënë, cila do jetë cili do jetë numri minimal i mandateve, cili do jetë numri maksimal. Po që sot mund të them që minimali është mbi atë që kemi. Që sot. Sa mbi më duhet dhe pak kohë. Dhe do dëgjojmë edhe sondazhistin e Donald Trumpit, që edhe Latifin e pas sjell, jemi bindur që sado të përpiqet ta se ka mundësi për t'i bërë këto, për shumë pash një sondazh kishin hedhur shumë të pavendosur, nuk ka shumë pavendosur sot në Shqipëri. Edhe ishte ulur diferenca. Diferenca jonë me Kënetën do jetë më e madhe ndonjëherë që nga 97. Që nga 97, pas 97. Kështu që ju falenderoj shumë. Ishte bisede këndshme, besoj. Edhe me mend në kokë ju demokratët këtu, se në fund të ditës duhet kuptoni një gjë. Ju nuk merrni asgjë. Dakord? Ata për cilët ju votoni kapin një karrige në parlament për të bërë atë që kanë bërë gjithmonë. Atë zhurmën, atë budallëkun. Se derisa të hiki bufi që aty, kjo histori është. Ju s'merrni asgjë. Tani për çfarë jepni votën në Knet? Se e kuptoj, je kundër Juventusit, nuk bëhesh dot me Juventus. Nga marr fund ajo histori dhe rri me fanellën tënde dhe sikur të jetë fanella e çfarë them Katanias. Futboll, pasion, devocion, përkushtim, besnikëri. Kjo s'është futboll, s'është ndeshje, futbolli. S'është tifozlik kot. Hajde, s'është kot kjo. Shikojnë më sa demokrat po lëvizin dhe po vinë, po na bashkohen. Shikojnë dekanën e Universitetit Vlorës. Dekanën e ekonomikut, shikojnë. Ka qenë këtu poshtë në çadër. Dhe nuk është e vetmi, ka plot të tjera. Afroni, nuk ke nevojë, nuk duhet bëheni socialist. Por me mua dhe me Partinë Socialiste realizojmë atë që na ka lënë amanet profeti ynë kombëtar, Skënderbeu, Europën.